Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Do të flasim për debatin i cili nisi ditën e djeshme në Talk Big Brother, do të thënë një debat i cili u komentua dhe u përfol shumë. Debati mes Shkurtës edhe Xhenetës. Shkurta që në momentin kur doli nga shtëpia e Big Brotherit e latë nënkuptuar që mund të ketë një lëvizje në Big Brother VIP Albania në qoftë se miratohet kërkesa e saj, sepse siç u pa domethënë ishte vetë kërkesë nga ana e Shkurtës. Kjo gjë e cila e çoi Xhenetën që ta ironizon Shkurtën brenda emisionit pas një përplasje që kishin të dy vajzat mes njëra tjetrës. Në qoftë se nuk ishte Jonida, Olta apo Leonora ato që ta godasin Shkurtën atë natë për mënyrën e saj të drejt për drejt, sepse Shkurta e ndjente që kishte më shumë potencial për të qëndruar brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe jam dakord me këtë pjesën. Për shembull, qëndron Bia Khalifa që nuk ka asnjë lloj nuk e di asnjë lloj vlere, le ta quaj kështu, si personazh brenda asaj shtëpie përpos lidhjeve të dashurisë dhe largohet Shkurta e cila në fakt kishte një lojë, kishte një qëllim dhe krijonte debate brenda shtëpisë së Big Brotherit. Gjë e cila në fakt u zhvillua si një debat i fortë ditën e djeshme. Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, Shkurta ka reaguar ndaj situatës së brenda shtëpisë, duke thënë se largimi i saj ishte i dëshiruar nga banorët e tjerë dhe andaj nuk i përshëndeti as pak. Përderisa ata e kanë dëshiruar që unë të dalë, shumica nuk ka lënë hapësirë as për t'i përshëndetur. Ndoshta është dashur të më lihej një hapësirë për të shprehur kërkesën time. Do të thënë Shkurta që në momentin e parë ka shprehur atë dëshirën e madhe se unë kam hyrë në Big Brother për të kërkuar diçka që në fakt lidhej me rukëtimin e vllaut të saj, por ajo nuk është se e tregoi në detaje se çfarë kërkon. Nuk kam parë të arsyeshme që të merrem me dikë që kënaqet me fatkeqësinë time, ka deklaruar Shkurta. Debati më pas vazhdoi me një përplasje të ashpër mes Xhenetës edhe Shkurtës, ku kjo e fundit ka përdorur edhe gjuhën fyese. Oj silikone, oj botokse, nuk marr këshilla nga fallci, është shprehur Shkurta gjatë debatit, ku më pas do me thënë Shkurta agravoi deri në atë pikë duke i thënë Xhenetës që ti në Big Brother ke qëndruar shkaku i gjestit, nga që ti nuk kishe kapacitet për të qëndruar në Big Brother, dhe Xheneta ju kthye që atë thirrën në Big Brother VIP Albania duke e ironizuar Shkurtën për mënyrën se si ajo u shpreh në Big Brother VIP Kosova që do të thonte në Big Brother VIP Albania. Do me thënë unë shoh një inat të madh nga ana e Shkurtës se ka marrë këtë punë shumë personale, po e vuan jashtëzakonisht shumë, do me thënë është tepër e lënduar nga fakti që e kanë nxjerrur nga shtëpia e Big Brotherit dhe kjo po e dëmton tepër Shkurtën. Dua të marr mendimin tuaj, mendoni që Shkurta do të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania?